Profesori i shkencave politike Nexhmedin Spahiu deklaroi se marrëdhëniet e dëmtuara të kryeministrit në detyrë Albin Kurti me Amerikën nuk do t'i përkeqësojnë marrëdhëniet me Kosovën, sepse siç tha ai, ajo është një fëmijë e perëndimit dhe nuk do të largohet nga orbita amerikane. Marrëdhëniet midis Amerikës dhe Kosovës janë të mira, ka shqetësim në qëndrimin e administratës amerikane ndaj kryeministrit Albin Kurti, por kjo nuk do të thotë që Kosova mund të dalë jashtë orbitës amerikane. Në fundit shteti i Kosovës është një fëmijë i perëndimit dhe mbi të gjitha i shëbas, kështu që një baba ndonjëherë mund ta godas fëmijën e tij, por prapse është fëmia e tij. Nuk mund të thuhet se Kosova do të mbetet jashtë ndikimit të Amerikës apo do të refuzohet dhe izolohet, deklaroi Spahiu. Ai është i bindur se qytetarët e dinë që Albin Kurti ka probleme në marrëdhëniet diplomatike jo vetëm me Amerikën, por dhe me vende të tjera si Shqipëria për shkak të egocentrizmit të tij. Kjo u reflektua edhe në zgjedhjet e fundit të nëntëshkurtit, ku reputacioni i Kurtit ra me pothuajse 10%, theksoi Spahiu.